Përshëndetje të gjithëve, mirëmëngjes ose mirëdita, po akoma jemi te ai mëngjesi I vonë. Përshëndetje zoti kryetari I Akademisë së Shkencave. Përshëndetje zoti Baso, përshëndetje të gjithë profesorëve që janë në sallë, gjithë nxënësve të cilët janë të pranishëm dhe të gjithë të tjerëve të cilët janë të interesuar për këtë temë shumë interesante, të cilën na e sjell sot Olsen Gripshi, doktor I filozofisë në historinë e artit shqiptar, edhe më tutje, edhe më gjërë. Ftoj profesor Bason, të vi të mbaj fjalën përshëndetse. Përshëndetje. Zana nuk përmendi faktin që kjo është një veprimtari që organizohet nga Komisioni I Përhershëm I Arteve në Akademinë e Shkencave, një strukturë e cila bën bashk jo thjesht antarët e Akademisë së Shkencave, po dhe personalitetet të shquara të letrave, të arteve pamore, të muzikës, të kinematografisë, pra, dhe pikërisht kemi kënaqësinë që sot të promovojmë një libër shumë të veçantë. Pra studimi doktor Olsen Gripshit Edi Rama, neuroestetika e një artisti, nisur nga fakti se ky studim pioner do ta quaja në këtë fushë, reket të interpretoj një krijimtari artistike nga qasje shumë të veçanta, siç është neuroestetika, dhe sa I përket saj dëshiroj të ndaj disa konsiderata për këtë studim, por edhe për veçoritë e procesit artistik të Ramës që Gripshi ka vendosur në fokus të punimit të tij. Janë 3 mundësi që një krijues, qoftë ky piktor, skulptor, kompozitor apo shkrimtar, të ndërtojë procesin e tij. Tërësisht mbi frymëzimin ose mbi inspirimet e brendshme. E dyta mbi një të mesme që ndërthur frymëzimin dhe dijen me formimin racional, dhe ka dhe krijues të cilët mbështeten mbi racionalitetin e procesit të krijimit dhe gjithçka që lidhet me të. Pra, një laborator I madh edhe I pafundëm. Thelbi I sa më sipër ka të bërë me faktin se ndërsa procesi I vërtet krijues lidhet me spontanitetin, intuitën dhe ndjesinë biologjike, pra me atë që konsiderohet si frymëzim I pastër, duket se shkenca dhe edukimi formal, dija në përgjithësi, mbështeten në rregulla, analiza dhe metoda logjike, të cilat jo se nuk gjenden brenda veprës së artit, por që prej romantikëve Schiller dhe Novalis, u hap debati se edukimi të një artist e ftoh ndjenjen dhe imponon krijuesit një mendim racional. Përkundër pra iracionalitetit të krijimit, gjë e cila mund të çojë sipas tyre deri në paralizim të imagjinatës. E akoma më keq, duke synuar të të mësoj se si të mendosh, kjo ndikon drejt për së drejti edhe në spontanitetin dhe originalitetin e asaj që duhet të krijosh. Kjo tezë u përforcua akoma më tepër kur krijues të nivelit sipëror, si për shembull Picasso apo Stravinsky, e deri te Joyce, pohonin se për të bërë diçka të re duhet të citoj haroje atë që kisha mësuar më parë. Nga ana tjetër, nuk është pa bazë edhe arsyetimi se një artist shumë I arsimuar mund të bëhet tepër autokritik, duke gjykuar kështu çdo ide që I vjen, si të thuash pa mëshirë, kur në fakt idea ende s'ka marrë formën e saj, duke vendosur kështu një pengesë për rrjedhën e lirë të krijimit. Po si qëndron Edi Rama si piktor në raport me sa më sipër? Para pak ditësh, më 9 tetor 2025, në një takim ndërkombëtar të mbajtur në Tiranë, takim që s'kishte lidhje me artin, Rama përsëriti në mënyrën më të qartë dhe në formën më të pastër të mundshme se cili është ai në thelb. Po e citoj. Fjalët e tij: "Unë nuk jam general dhe as ekspert kibernetik, I vetmi në qeverinë time pa një doktoratur, jam thjesht një artist." Tha ai. Nuk mund të vendoset më bukur se kaq në raport me sa folën pra marrëdhënia e racionalitetit të artistit me racionalitetin e ekspertit, që në këtë rast përfaqësohet nga të pasurit e doktoraturës. Pra, brenda shprehjes së tij kemi një arkitekturë ku artisti bëhet përfaqësues I procesit artistik imagjinativ, iracional e unik në vetvete, përkundër racionales së shkencës, e të generalit e të ekspertit kibernetik, që është në thelb pasyrimi I realitetit shumë teknik, shumë formal, shumë shkencor.
Pak më përpara se kjo, në një intervistë në një media italiane, ai po onde se krimet e tij, citoj, janë të gjitha vizatime instinktive. E akoma më herët, në një studio televizive dëgjova të thoshte qartë e pastër se frymëzimin e mbyt një niveli i caktuar dijeje, duke u pozicionuar kështu si një artist sine qua non i të cilit është vetëm e vetëm frymëzimi i pastër. Të mbetesh artist i frymëzimit pastër është sikur të kthehesh në gjendjen parake të krijimit, ashtu siç ishin Homeri dhe rapsodët antik me rapsoditë e tyre, apo primitivët e parë kur pikturonin për shpellat. Koincidencë, jo më larg se dje u dha lajmi që ishte zbuluar piktura më e vjetër në një shpellë rreth 45.000 vjet para Krishtit, apo artistët që hedhin valle e vajtonin rreth tumave të inspiruar nga dhimbja që ndjenin. Kur themi kështu, pra kjo qasje që mban në rend të parë frymëzimin, nuk e bën Ramën më pak intelektual se shumë dietar e shkencëtar me emër, por duket se është zgjidhja e tij që kulturën dhe dijen që ka formuar e akumuluar si intelektual, administrator e politikan, ta vendos sa më larg, diku në cep të trurit të tij, në mënyrë që të mos pleksen e indikohen impulset iracionale të artit t'i pamor nga eksperienca e gjithçka tjetër që lidhet me të. Ai mund të zgjidhet të ishte fjala vjen dhe një artist i modelit të Da Vincit, Xenaqisit, Mesianit apo edhe Goethes, të cilit i kanë bashkuar shkencën dhe artin në mënyrë organike, por kjo është zgjedhja e tij dhe nuk mund të diskutohet. Duke u kthyer te libri i Olsenit, konstatova me këshëri se autori arrin të qartësoj çështjen kryesore, që njeriu si artist është i përbërë nga një trup i vetëm, ku lidhja e krijimtarisë tij artistike frymon përmes fenomeneve psikomotorike, të përbëra nga mendimet, përfytyrimet, ndjenjat dhe gjendjet psikike, të cilat ruhen në nënvetdijen e artistit dhe për shfaqjen e lullëzojnë me krijimin e veprës së artit. Autori Gripshi ka një merit veçantë, se synon zbulimin e aktit të pikturimit të Ramës përmes përvojave estetike në nivelin neurologjik. E si i tillë, kjo qasje vjen për fushat e studimeve mbi artet pamore shqiptare. Ai e ka parë atë si një shembull unik, do të thosha, për të shpjeguar dhe kuptuar proceset e drejtpërdrejta të krijimit përmes neuroshkencës. Studiuesi e ka parë pikturën e Ramës, citoj, si një materie ekzistencialiste pararendëse të imagjinatës. Dhe këtë përkufizim e arrin duke u afruar fenomeneve që studion kjo nën disiplinin e estetikës së aplikuar. Libri, për kuriozitetin në mënyrë të veçantë të rinjve që na nderojnë sot, është ilustruar me veprën e artistit, dhe teksti studimor zhvillohet në kapituj të kuptueshëm, ku evidentohen disa procese krijuese në pikturë si psikika e imazhit, neuroestetika si sinteze e imazhit, estetika semiotike, pavetdia e gjuhës pamore, si dhe shumë koncepte të tjera, të cilat i referohen perceptimit përmes formulave dhe llogaritmeve shkencore. Dikur, Shën Nektari Optinës, një oshënar i shekullit të 19-20, tha, po e citoj, artistët nuk bëjnë gjë tjetër veç se e rindërtojnë ndryshe botën, nisur nga imazhet dhe gjërat që Perëndia ka bërë nëpërmjet frymës që u dha atyre. Dhe Edi Rama është një i tillë, një rindërtues ndryshe i botës. Urime Olsen për librin dhe ju faleminderit për vëmendjen. Fillimisht kërkoj falje që nuk arrita ta lexoj këtë që kisha këtu përpara për komisionin e përhershëm të arteve, sepse është vërtet një nga punët më të çmuara që bën ky komision pranë Akademisë së Shkencave. Në këtë rast vijojmë dhe japim fjalën profesor Josip Papagjoni për të mbajtur dhe ai fjalën e tij rreth vlerave të artit të artistit Edi Rama dhe librit të Olsen Gripshi. Tu ka vajza dhe djemë të rinj, edhe ne kemi qenë dikur si ju, edhe mbaj mend në vitet e studimeve të arteve, bashkë me një mikun tim, profesor Ferit Udrin, që është në piktur, shikonim albumet në vitin 70-71, 72 pa filluar zezona e madhe e plenimit katët partisë, që i dha një goditje fatale e vdekje prusës si tush artit.
Dhe për herë të parë aty unë mendja ime fare e brisht dhe virgjër, pa disa imazhe që kur nuk i kishim parë. Pam imazhet e pikturës kubiste, surrealiste dhe shumë drejtimeve të tjera moderne, që ne ishim mësuar vetëm të shikonim pikturën me heronj, shikonim pikturë me figura njerëzore, me mizanskenime të ndryshme jetësore, pra një pikturë figurative. Mirë po ja erdhi koha pas viteve 90 që në pikturën tonë gjithnjë më shumë të kap hapësirën e vet ky element i anatemuar dhe i munguar i pikturës shqiptare. Domethënë refuzimi i figurativitetit. Refuzimi, si thua, i asaj që ne shikojmë në jetë, që shikojmë dhe këtu mund të bëjt një piktorë, një kompozim, para gjysë një sallë njëri që flet, e tjera e tjera. Dhe vim në një pikturë tjetër, që pak në pak, shumë nga artistët tanë dhe i kanë aplikuar, madje pa çka se ka një kombinim, le të themi, të figurativitetit dhe të abstragimit, po dhe Gazleka, që është ndoshta sot nga piktorët tanë më të shquar, më filozof, që i kallë, i fut pikturës, figurativitetit, mendim, abstragim, metafora, një gjuhë simbolike e tjera, vim pasaj në disa piktorë të tjerë dhe unë këtu çmoj pikrisht, jo se është kryesori dhe më i rëndësishmi, po një model tjetër të pikturës, si që unë mund ta quaja ose Olseni e ka quajtur një pikturë që shpjegohet nëpërmjet neoestetikës, një term i ri që shtit Olseni vet, ka mbaruar në Itali, ka qenë një studius edhe student shumë i mirë, nga më të mirë, ka mbrojtur doktoraturën, dhe më falni që bëj këtë parantezë, po të ta lidh më pas, në Itali, ka mbrojtur doktoraturën tek ne në shkollën e studimit të artit, po ka mbrojtur masterin dhe shkollimin e ka bërë në Itali. Dhe solli, dhe kjo më ka bërë përshtypje mua atëherë, para 10-15 vjetësh, am shumë, nuk e di sa vajtën në sen, një modelim i ri i mendimit estetik mbi veprën e artit. Edhe doktoratura e tij të jepte kënaqësinë e një vizioni, e një optike të re, që ky njeri, ky djalë i ri sillte atëherë në vështrimin e pikturës shqiptare. Sot, me këtë libër, pa çka se vëllimor nuk është shumë i trashtë dhe i madh, po është një libër që mua më duket se sfidon disa gjëra. Çfarë sfidon? Më së pari, qasja e tij studimore, estetike, nuk e kam parë më herët, shfletova dhe kësaj radhe më herët, në mendimin kritik shqiptar për pikturën, e cila sot e kësaj dite nuk futet dot në qelizë dhe në protoplazmën se si lind imazhi, se si lind vepra në pikturë. Dhe kjo jo se Edi Rama është kryeministër, qoftë me shnet, tjetër aty ku është, por në këtë rast ai me drejt bën dallimin edhe përpiqet t'i largohet, le të themi në thonjza një farë servilizmi që i bëjmë shefit madh, po përpiqet ta shikoj në këtë rast Edi Ramën si piktor. Dhe kjo për mua ishte gjëja që edhe më pëlqen. Edhe unë shkrova një shkrim bile, edhe në mbështetje të Elconit, po edhe mendimin tim për këtë piktor tonin, që quhet Edi Rama, që është kryeministër, ca e duan e anatemojnë, ca nuk e duan, e tjera, ca varet kjo nga qasja politike, por unë gjykoj se në pikturën e Edi Ramës, dhe më para sa e kam parë, është një modelim i ri i pikturës shqiptare. Në qoftë se ne marrim për një moment pikturën e tij të njohur që ka një shartim midis figurativitetit edhe abstraksionizmit ose modelimeve të tjera të pikturës, pikëllimi netëve të Kosovës, ata që janë specialistë zona e tjera e din, është pikrisht ai momenti 89-s, kur pas 89-s piktura arti jonë bëri kapërcimin e madh, edhe vetë piktura e Edi Ramës bën një kapërcim. Përfundimisht refuzon
pjesën figurative dhe kalon në pjesën, nuk mund ta quajmë simbolike, po atë që ndoshta është termi i vërtet, është term i saktë apo i pasakt, i një farë neuroestetike të pikturës, ku ti mund të shpjegohet kjo pikturë se nëpërmjet, si thosh, nëpërmjet stimujve të ndryshëm që ka qenia e piktorit, kur ai kërkon dhe derdh në një copë letër, dhe kjo copë letër ka dhe shkrime atje të punimeve të ndryshme të një mbledhje dhe krijon një imazh. Imazhi është spontan. Ju jeni vajza dhe djemë të rinj, edhe unë jam i bindur se keni parë, po vetëm sikur të shikoni atë te faqja e parë e librit, ashtu janë shumë të tjera. Ky imazh është riprodhim i një gjendje, si thosh, të pavullnetshme gati, të lirshme, të shpenguar, të aty pra tyshme, të piktorit, dhe ai krijon her pas here të tjerët që e njohin pikturën e tij pamje ose mjedise që nganjëherë nuk di të vësh një shenjë, të identifikosh konkretisht çfarë janë, por ato janë gjendje psikike të artistit, i cili në një çast, në një moment, unë përfitoj për shembull këtë piktor me emrin Edi Rama, që është kryeministër, ka përpara një ekip ministrash dhe njerëz të mençur të këtij vendi, mërzitet në mbledhje, i vjen, si me thënë, do dhe t'i ikim baso, po është detyruar të ri, merr një flet, ka ca shkrime atje, ca raporte, dhe fillon edhe derdh imazhin e vet. Kjo është me të vërtetë diçka çlironjëse për njeriu, për artistin vet. Më në fund, nga një këshyrje që i kam bërë unë, se unë jam studios i mirëfillt i pikturës, po sigurisht çdo njeri ka instinktet e veta dhe e kupton, unë shikoj se kjo pikturë përpiqet ndërtoj një materie që nuk është, po që frymëzohet, nxitet nga nënvetdia, pra nga subkosha e piktorit si artist. Dhe gjitha këto, po t'i shikosh shumë nga këto imazhe, mua më krijojnë imazhe sa kozmike, po aq edhe të mikrokosmosit, sikur je në një mikroskop dhe shikon plazmën, shikon gjendje të veçanta, të cilat truri nuk i rrok, po që janë në vetvete, ato kanë një shenjë, ka një gojë, dhe goja dhe shenja e tyre është pikërisht kjo turbullirë dhe ky mendim i brendshëm që piktori ka. Po e mbyll këtu se shoh që u zgjata, sepse është shumë e vështirë për ta interpretuar këtë lloj pikture, për mendimin tim, pasi interpretimi është krejt i lirë, është krejt spontan, është krejt në dorën e atij që e shikon dhe atij që e shijon. Unë dua ta uroj Olsenin për këtë qasje shumë interesante, dhe kjo qasje na ka mbledhur këtu në këtë diskutim, duke uruar që këtë nivel të shprehjes estetike që ai ka në këtë libër, që është nga shprehjet e bukura dhe të nivelit cilësor të mendimit tonë kritik, ta pasoj me libra të tjerë dhe me qasje të tjera për të dhënë kontributin e tij në pikturën dhe ilustracionet dhe televizion. Faleminderit profesor Josipi. Do të marri fjalën profesori Vëzim Muharemi, i cili do të referojë studimin shkencor të sjellë nga Olsen Gripshi. Ju përshëndes të gjithëve të pranishmit, autorin i cili me të vërtet me një përkushtim të madh, me një qasje profesionale i është qasur një libri në aspektin eseistik. Unë do të mbështetem në autorin bas kapitujve që i ka trajtuar në këtë libër. Pra, me kënaqësi të madhe e kam pranuar ftesën nga autori
pedagogu dhe kritiku I artit Olsen Gripshi, që me rastin e promovimit të monografisë kushtuar piktorit artistit, kryeministrit të Republikës së Shqipërisë, zotri Edi Rama, t'i shprehi opinionet e mia rreth shkrimit eseistik të monografisë nga autori Gripshi. Përzemërsisht e përshëndes dhe e përgëzoj për monografinë Neuroestetika e një artisti. Monografia Neuroestetika e një artisti e autori Gripshi është një vepër që ngrihet mbi një mision të dyfisht, të afirmoj krijimtarinë e piktorit dhe njëkohësisht ta vendosat brenda një kornize teorike moderne, ku psikologjia, filozofia dhe neuroshkenca bashkohen për të shpjeguar përvojat estetike. Ky libër paraqitet si I pari studim I plot mbi artin e Ramës, duke u përqendruar në pikturën e tij dhe duke interpretuar atë jo thjesht si shprehje individuale, por si produkt e një ndërthurjeje komplekse midis imagjinatës, pavedijes dhe perceptimit njerëzor. Parathënia e një pikture. Gripshi nis monografinë me një reflektim mbi parathënjet, do me thonë kushtet paraprake, historike e psikologjike që ndihmojnë lindjen e një vepre arti. Ai nënvizon se asnjë vepër nuk është e izoluar nga koha dhe përvoja e artistit. Çdo vizatim është I ngarkuar me kujtime, gjurmë kulturore dhe shenja të botës së brendshme. Në rastin e Ramës, këto parathënie shfaqen si ndërthurje midis biografisë personale nga formimi I Akademisë së Arteve të Tiranës deri te përvoja e tij e hershme si pedagog dhe ekspozues dhe ndikimeve të mëvonshme politike që ndonse nuk shfaqen drejt për drejt në pikturë e formsojnë ndjeshmërinë e tij estetike. Autori na kujton se çdo pikturë është edhe një testament I kohës në të cilën është krijuar. Ky këndvështrim e vendos Ramën në një linjë me traditën ekzistencialiste të artit evropian, ku arti shihet si pasqyrim I materjes së jetuar dhe jo thjesht si lojë formash e ngjyrash. Neuroestetika, sinteza e imazhit arketipal mendor. Këtë kapitull autori fillon me rolin e teorisë gestaltiske me studimin e saj dhe karakteristikat parsorë në ndikim të drejt për drejt të krijuesit artistik. Ajo studion tërësinë e marrëdhënies midis njeriut dhe formave, apo atë si perceptimi I formave rrjedh nga përvoja psikologjike për t'i njohur ato si të tilla. Në bazë të kësaj teorie psikofilozofike që synon në të kuptuarit më të mirë të strukturimit të këtij perceptimi psikologjik, I cili ndjek ligjet universale me të cilët qenia njerëzore arrin të konceptoj realitetin, ku rrethi si një formë gjeometrike përcjell ndjesinë e rrumbullaket, e njëjta gjë ndodh edhe me elemente tjera të artit, si midis ngjyrave, formave apo midis formave e ngjyrave. Këto tipare autori në mënyrë të detajuar dhe koncis e shpërfaq në këtë kapitull monografik, ku në mes e tjeras cek. Syri përmes veprimit perceptiv përcjell në brendësi të qenjes njerëzore esencën e formave dhe ngjyrave të përthithura nga realiteti, duke I thjeshtësuar dhe punuar sipas mekanizmave të ndryshme psikologjik. Ky kapitull përmban thelbin e monografisë Neuroestetika si disiplinë, studion mënyrën se si truri I njeriut reagon ndaj imazheve artistike, ku Gripshi aplikon këtë qasje mbi veprat e piktorit, duke shpjeguar se ngjyrat e forta, format e lira dhe abstraksionet e tij aktivizojnë mekanizmat të trurit që lidhen me emocionin, kujtesën dhe arketipat kolektive. Estetika semiotike, thelbi gnosologjik për te formave.
Gripshi shpjegon se arti nuk është vetëm një përjetim estetik, por edhe një gjuhë. Në këtë kapitull, ai aplikon teorinë e semiotikës duke parë pikturat e Ramës si sisteme shenjash që mbartin kuptime, një vijë, një formë ose një shpërthim gjyre. Nuk janë të pafajshme, ato përfaqësojnë diçka për të vetes duke krijuar një komunikim simbolik mes artistit dhe shikuesit. Midis imagjinatës dhe reales. Këtu autori zhvendos vëmendjen te marrëdhënia mes imagjinatës dhe realitetit. Gripshi përdor shprehjen latine aliquid stat pro aliquo, diçka që ndron për diçka tjetër. Për të shpjeguar se në artin e Ramës çdo element vizual është gjithmonë përfaqësim i diçkaje më të thellë. Imagjinata, përjetimi, krijimi. Imagjinata është themeli i procesit krijues. Olsen Gripshi argumenton se piktori nuk pikturon sipas një modeli të paracaktuar, por ndjek fuqinë e imagjinatës së tij. Çdo vepër është produkt i një përjetimi të brendshëm, një ndjenjë, një kujtesë, një emocion që materializohet në forma pamore. Trupi qelë si ontologjisë së imazhit. Autori kushton një kapitull të veçantë rolit të trupit në përvojën estetike. Ai argumenton se arti nuk perceptohet vetëm me sy, por edhe me trup. Gestet e artistit, lëvizjet e brushës, ritmet që krijon dorë e tij janë të gjitha pjesë e ontologjisë së imazhit. Krijimi si shembëltyr antropike e realitetit. Në këtë kapitull, krijimi artistik shihet si një shembëltyr antropologjike e realitetit. Gripshi argumenton se arti i Ramës është një mënyrë për ta rikrijuar botën sipas përvojës njerëzore. Nuk bëhet fjalë për një kopje të realitetit, por për një përpunim të tij që reflekton përmasën antropike, pra mënyrën se si njeriu e percepton, e ndjen dhe imagjinon botën. Kjo qasje i jep artit një dimension humanist. Çdo pikturë është një dëshmi e përvojës njerëzore, një shembëltyr e asaj që është universale tek njeriu. Dhe përfundimi, monografia neuroestetike e një artisti është një vepër që të i kalon kufijt e një studimi të zakonshëm. Ajo është një sintezë e shkencës dhe artit, e psikologjisë dhe estetikës, e teorisë dhe përjetimit. Përmes saj, profesor Gripshi i jep krijimtarisë së Edi Ramës një status të ri kritik dhe vendos në qendër të diskutimit akademik mbi artin bashkëkohor shqiptar. Libri ka vlerë të shumëfishtë. Për ardashësit është një udhërefys për të hyrë në botën e brendshme të një artisti. Për studiuesit është një model metodologjik dhe për kritikën e artit është një hap konsolidimit të estetikës bashkëkohore shqiptare. Në fund, Olsen Gripshi arrin të tregoj se arti i Ramës nuk është vetëm një pasqyrë e shpirtit e tij, por edhe shikuesit një përvojë për bashkët ku ndërthuren imagjinata, pavedia, trupi dhe kujtesa. Pra, një libër, edhe pse unë jam historian i artit, kritik, dhe e kom me të vërtet vokacion kryesor të krijimtarisë, e kom lexuar librin disa herë dhe më ka lënë jashtëzakonisht mbresa autori Olsen Gripshi, kritik i artit, pedagog i cili pra na sjell një tekst, na sjell një libër monografik, edhe pse për nga vëllimi është i vogël, është i thjesht, nuk është sikur se monografi tjera me riprodhime siç janë për piktorët e tjerë, por është më të vërtet libër ku e shpreh shpirtin e vet, e shpreh atë çka e parandjen, gjitha ato peripecitë e tjera dhe përmes ngjyrave
i realizojnë. Ju falënderit. Unë do t'ju lexoj vetëm fundin e tekstit tim, për t'ja lënë pastaj radhën në Olsenit, për shprehur vetëm një mendim sepse gjithë mendimet dolën nga profesorët, thanë gjëra mjaft të vlefshme. Unë po lexoj vetëm një paragraf. Së fundi për mendimet që unë shpreh për as pak të pakta për të libër, lidhen me mendimet e Giuliano Lombardos, i cili lindi në Rom në 1971, është një artist kontemporan dhe profesori i teorisë së perceptimit në Akademinë e Arteve të Bukura në Venecia, dhe shprehet se në procesin e shqyrtimit më të afërt dhe zbulimit se arti mund të marrë çdo formë, si grafika, vizatimi, piktura, skulptura e tjerë, shihet se tipari më dallues i artit nuk është të magjeps dhe të çudis publikun në një formë të këndshme, por është të ndryshojë mendjet njerëzore. Të përcaktim të Lombardo, studiuesi Gripshi në kapitullin Estetika semiotike thelb gnoseologjik për te formave, teton ta thotë në mënyrë të tij kur shkruan se Edi Rama e përdor formën, kurja e realitetit në thelbin e veçorive të tij elementare reflektohet në interpretimin e tyre përmes gjuhës së stilizuar e të thjeshtëzuar pamore. Një lloj përhumbje brenda një labirinti ngjyrash dhe një asamblazh formash të ngjashme me shkrimin kuineform ku gjithkush kërkon të zbulojë misterin dhe botkuptimin që shfshihet pas mesazheve. Të shqyrtosh një vepër arti është vërtet të zbulosh një mister, dhe kur zbulon një mister në imazhin e saj, natyrshëm ndryshon mënyrën e të menduarit. Natyrisht që ta bësh këtë duke përfshirë apo udhëhequr nën disiplina shkencore si neuroestetika, nuk është gjë e thjeshtë dhe e lehtë. Është një impenjim neurofilozofik, mendoj se Olsen Gripshi ja ka dalë me shumë sukses. Falenderoj shumë Olseni që ju e sollët e libër. Nëse keni një gjë të shtuar. Atëherë, spari, fjala ime nuk do të jetë për librin, sepse tashmë fjala e thënë nga profesorët, për më tepër profesorët e mi të doktoraturës, është më tepër se sa hajka e gjithçkaje. Do doja ta nisja në fakt me falënderimin në raport me zotin Gjunushi, kryetarin e Akademisë Shkencave. Dhe dua ta them këtu është një moment i artë për ta falendëruar personalisht, i cili në një mesazh që kam shkruar më është përgjigjur dhe ka qenë një derë hapur për gjithçka që unë kam trokitur në këtë institucion, që është institucioni më i rëndësishëm në rang kombëtar për sa i përket lëmit të shkencave. Kështu që profesor Gjunushi, akademik Gjunushi, shumë faleminderit. Sepse thënë këtë jo për furçe, por realisht ardha tënde në krye të këtij institucioni me dyshime, pa dyshime më të vogël, ka sjell një freskit institucionit, një hapje karshi të rinjve, ku bëj pjesë dhe unë. Dhe me këtë lidh dhe një falënderim në vjushmëri me profesor Vason, i cili ka qenë ka hershëm dhe në krye të herës profesori im në doktoraturën me të cilën unë kam bërë në aso kohë qendra studime albanologjike, por tashmë përsëri fal profesor Gjunushit është pjesë e Akademisë Shkencave, një rritje cilësore, një rritje në nivel dhe pse jo në prestigj të këtyre instituteve të cilat ishin të shpërndara diku gjetë në kryeqytet. Kështu që them këtë, faleminderit profesor Vaso për të gjithë impenjimin tënd në mbajtjen e këtij promovimi të këtij libri. Për mua është, si thua, më e mira për të bërë këtë promovim në këtë institucion të rëndësishëm kombëtar, dhe ju keni qenë aty pranë meje në këto ditë para këtij promovimi për gjithçka, që gjithçka të shkonte siç duhet. Kështu që me zemër faleminderit. Sigurisht ndjehem zemër plot kur shoh në rresht parë të ulur profesor Ferit Hudrin, profesor Yusif Papagjoni, i cili përshëndetje me fjalën e tij, sigurisht dhe zonjën Varvarica, e cila është një ndër studiuesit më të shqyra dhe më të spikatura në trevat shqiptare, do thoja, pra jo në atë Shqipërinë administrative për cilën ne njohim dhe jetojmë. Faleminderit që në ditën e parë që jemi ulur bashkë për promovimin e këtij libri, ke qenë gjithmonë mbështetëse. Unë e thash edhe pak më sipër kur ula me profesor Vason, është rrallë herë që të gjesh derë të hapura, dyert të hapura.
dhe një nga këto persona jeni dhe ju. Kështu që shumë faleminderit për gjithë impenjimin tuaj, sepse është shumë e rëndësishme bashkëpunimi mes nesh në lëmin e kësaj shkence, si thua, të historisë së artit dhe të kritikës. Unë e njoh shumë mirë dhe brenda këtij lëmi, por besoj në art ndodh më tepër, nuk është kaq thjesht. Kështu që shumë faleminderit. Patjetër që këtu ka miq plot, ka profesor të nderuar, ju kërkoj shumë ndjes që ndoshta nuk i mund t'ju përmend gjithë, por realisht jam shumë i nderuar që jeni pjesë e këtij promovimi. Sikur më parë kam parë në promovimet e mia një sallë kaq të mbushur plot, dhe ajo që vërtet vendos atë si thua shkëlqimin e këtij takimi janë pikërisht të rinj, cilët kanë ardhur sot për të qenë pjesë, sepse në thelb këto libra, këto studime për post profesionistëve të fushës i kushtohen pikërisht brezit tuaj, që jeni ardhmja dhe me padyshim më të vogël jeni dhe pjesë e liceut artistik mos gaboj të Tiranës dhe të gjimnazit Ismail Qemali, që e shton edhe më tepër vlerën, sepse do të thotë që arti bën bashkë edhe në të prizëm. Nuk di të zgjatem më tepër, faleminderit të gjithëve, realisht për kohën e kushtuar dhe për të bërit bashkë në këtë takim, si thua, shumë të rëndësishëm për mua. Faleminderit shumë.